Në kishën ortodokse të qytetit bregdetar të Imarës u zhvillua mesha e të premtes së madhe të shenjtë. Prezent në këtë meshë ishte edhe kandidati për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Petro Gjikuria. Gjikuria i shoqëruar edhe nga eurodeputeti Fredi Beleri, si dhe kreu i Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule, ndoqën nga afër ritualin fetar, i cili pasoi me nxjerrjen e epitafit në rrugët e Imarës, që përkujton sakrificën e Krishtit. Kraj qindra besimtarve, por edhe turistëve të huaj që nuk kanë munguar, Gjikuria, Beleri dhe Dule, ishin pjesëmarrës në meshën e shenjtë në vigjilje të Pashkve. Sot në të premten e zezë ndodhemi para të vërtetës së pashmangshme të dhimbjes, sakrificës dhe shpresës. Epitafi, simboli i dhimbjes, nafton të kujtojmë vlerën e unitetit, solidaritetit dhe luftës së përbashkët për një të ardhme më të mirë. Është një ditë reflektimi, por edhe veprimi. Sot më shumë se kur, kemi nevojë të nxjerrim në pa vlerat që bashkojnë shoqërinë tonë, dashurinë, drejtësinë dhe bashkëtesën. Në këto momente të vështira që po kalon vendi ynë, le të marrim forcë nga mesazhi i ringjalljes. Shpresa mund të ringjallet edhe nga pikat më të errta të historisë. Rruga që kemi përpara është e mbushur me sfida, por është gjithashtu e mbushur me mundësi për të krijuar një vend më të mirë për të gjithë. Le t'i dedikojmë sot mendimet tona për ata që kanë nevojë për ndihmën tonë, e të punojmë fort për të sjellë ndryshimin që vendi ynë meriton. Ka shkruar Gjikuria në rrjetet sociale, duke ndarë madje edhe disa momente nga mesha e shenjtë.